Vetëm në klasën e tretë, Odioni, nxënës i shkollës Sami Kalasa në Tiranë, ka botuar librin e tij të parë, duke shënuar nisjen e rrugëtimit të tij në botën e krijimtarisë. Odioni ka zgjedhur që kopjet e para t'i adhurojë bibliotekës së shkollës, me dëshirën që historia e tij të lexohet edhe nga shokët e klasës. Unë jam frymëzuar të bëj këtë libër nga që robotët në për shtëpitë e njerëzve janë shumë të pranisëm dhe prandaj desha të fusa robot në librin tim. Libri flet për dy fëmijë që mpostin një skuadër robotës të këqij bashkë me komandant. Mua më than që bëra një punë shumë të mirë sepse mund ta lexoj gjithë shkolla librin tim. Odioni tregon se librat i shkruan fillimisht në fletoren e shënimeve, të cilën e merr me vete kudo. Unë i shkruaj në një fletore edhe pastaj i çoj te shtëpia botuese që të ma botojnë librin e vetë ma bëjnë libër. Po mami dhe babi çfarë të thanë? Mami dhe babi më thanë që kam bërë një punë shumë të mirë edhe duhet vazhdoj një libër tjetër. Jam drejt mbarimit të një libër që e ka titullin Hilja dhe aventurat e saj. Unë lexoj shumë libra të shtëpia ime dhe kam një vend vogël që le librat e mi. Aty kam libra të serisë Kapiten Barkushi edhe plot libra tjerë. Talenti i Odionit është vënë re që në vitet e para të shkollës, mësuesja kujdestare tregon se ai spikati herët për imagjinatën dhe dëshirën për të krijuar histori. Për pak kohë arrim të shkruante një tekst, saqë unë habitesha dhe mendoja se si një nxënës në këtë moshë të ketë kaq fantazi. Unë e kisha parë shënimet e tij origjinale të fëmijës, ato të shkruara me dorë. Dhe dija e curinë e tij në një farë mënyre. Edhe i thash prindërve të tij që shiko, fëmia juaj ka aftësi në këtë drejtim. E dhuroj librin e tij të parë për bibliotekën e shkollës. Dhe më pas, një libër të dytë, më adhuroi mua. Kjo ishte një ndër dhuratat më të bukura që mund të bëjë një fëmijë. Në një kohë kur fëmijët kalojnë gjithnjë më shumë kohë para ekraneve, historia e Odionit sjell një shembull frymëzues për dashurinë ndaj leximit dhe krijimtarisë.